Festën e birës, destinacioni më i njohur është shtëpia e birës Korça, një vend i lidhur ngushtë me historinë e birës së parë shqiptare. Në shtëpinë e birës, çdo natë krijohet një atmosferë e veçantë me freski dhe muzikë, ku tryezat janë mbushur plot me familjarë dhe shijojnë birën Korça, e cila sipas tyre dhe sot mbetet më e mira. Sot pritet të zhvillohet nata e 4 e festës së birës. Aktivitetin po e ndjek nga afër gazetarja Lorena Kodra. Do të lidhemi me të në këto momente. Lorena, të përshëndes. Para nisjes natës së 4 të edicionit të 20 të festës së birës Korçë. Pas 3 netëve të para të shoqëruara me mijëra vizitorë, muzikë dhe atmosferë festive, edhe sonte pritet një tjetër mbrëmje e mbushur me emocione. Në skenë do të gjiten vëllezëri Stefi, Angela Peristeri, Alban Skënderaj, emra që pritet të sjellin ritme të ndryshme të muzikës dhe të mbajnë festën gjallë deri në orët e vona. Por përtej muzikës, ajo që e lidh këtë festival me Korçën për 2 dekada është një simbol i pandar i tij, bira Korça. Bira e parë shqiptare është edhe këtë vit në qendër të festës me bira Korça Bjonde, bira Korça e Zezë dhe Gold by Korça, që tashmë janë bërë pjesë e pandashme e kësaj tradite. Mes mijëra vizitorëve që kanë bëritur në Korçë për festën e birës, bira Korça mbetet një nga arsyet kryesore që i rikthehen shumë tyre çdo vit. Turistët ndalen tek stendat, zgjedhin shijen e preferuar, e shijojnë birën dhe e bëjnë pjesë të pandashme të mbrëmjes së tyre. Për shumë shqiptar që jetojnë jashtë vendit, rikthimi në Korçë gjatë këtyre ditëve lidhet edhe me shijen e birës Korça. Ka vizitorë që thonë se kanë të vështirë ta gjejnë atë shije aty ku jetojnë dhe ndaj e presin festën e birës për ta shijuar të sërish. Për ta bira Korça nuk është thjesht një pije, por një shije që lidhet me qytetin, kujtimet dhe atmosferën e këtyre netëve festive. Gjithashtu Megi, shtëpia e birës Korça vijon të jetë një tjetër destinacion për ata që duan të përjetojnë këtë traditë me një tjetër atmosferë. Vizitorët ndalen aty për birën, për muzikën live, për ambientin dhe për lidhjen e drejt për drejt me historinë e fabrikës së parë shqiptare të birës. Këto ditë, kur Korça është mbushur me mijëra turistë nga Shqipëria, por edhe jashtë saj, shtëpia e birës është kthyer në një pikë ku atmosfera e festës vazhdon edhe jashtë ambienteve të festivalit. Duhet thënë gjithashtu se e pranishme në këtë event është edhe bira Tirana, e cila prej vites është pjesë e pandashme e festës së birës, duke sjellë alternativat e saj ku në këtë atmosferë ku bira dhe shoqëria bëhen bashkë. Ndërsa nata sapo ka nisur të marrë formë Megi, gjithçka është gati këtu për një tjetër mbrëmje të madhe në Korçë. Lorena, faleminderit shumë për këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe ndjekën nga afër të gjithë aktivitetit. Të përshëndes nga studio dhe punë të mbarë në vijim.